Mirëmbrëma të gjithëve, ju uroj mirëseardhjen. Ky është edicioni qendror i lajmeve në Report Televizion. Ju njohim me ngjarjet e zhvillimet të ditës së sotme, përgatitur nga redaksioni i informacionit. Ne nisim fillimisht me titujt kryesor. Për vitin 2026, qeveria ka parashikuar një buxhet 8.8 miliard euro, nga të cilat rreth 5 miliard u shkojnë institucioneve. Rritjen më të madhe e përfiton Ministria e Mbrojtjes me plot 100 milion euro, me një buxhet që shkon në 589 milion euro në përmbushje të detyrimeve ndaj NATO-s. Në paketën fiskale për vitin e ardhshëm përfshihet paqja fiskale, rivlerësimi i pasurive 5%, kompensimi të VSH-s në bujqësi 10% dhe rritja e pagës minimale dhe maksimale, për herë të parë indeksim pagave të shtetit me 2.5%. Në progres raportin për Shqipërinë, Komisioni Evropian vlerëson vendin tonë për hapat pozitiv në procesin e negociatave dhe luftën kundër korrupsionit. Raporti evidenton klimën e polarizuar politike me një parlament jo efikas. Shqipëria, tha komisionerja Marta Kostë, është mes vendeve pararojës bashku me Malin e Zi, që vitin e ardhshëm pritet të mbyllë negociatat. Brukseli e shet të turbull perspektivën e Kosovës dhe Serbisë, pasi nuk bën asnjë përparim për dialogun. Vendimi i gjykatës kushtetuese për lënien e detyrë të Erion Veliajt duhet të pasohet me lirimin e tij, thot kryeministri Edi Rama në të parin reagim pasi kushtetuesi erëzoi për shkarkimin. Rama thot se me që s'do të ketë zgjedhje, Tirana nuk mund të trajtohet si jetim dhe se mbajtja në qeli e të zgjedhurit të qytetarëve dëmton kryeqytetin. Belind Filliçi në 44 protestat para Bashkisë së Tiranës kundër Erion Veliajt u ndihmua nga Belinda Balluku me njerëzit e saj. Akuzën që i drejtohet së pari Filliçit e bën vetë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Kreu i PD-s Tase Balluku i përleu protestat e demokratëve pasi çoi Filliçit njerëzit e saj. Gjykata e posaçme dënoi me 4 vite burg sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisë Talçi Bllaku me akuzën e korrupsionit pasiv për inceneratorin e Tiranës, por me gjykim të shkurtuar, dënimi u ul në 2.8 vite. GKK ka urdhëruar shuarjen e masës së sigurisë dhe Bllaku pritet të lirohet që sot. Lirimi vjen pasi është shuar masa e sigurisë për inceneratorin e Elbasanit dhe ato të Fierit. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka mandatuar Glau Konjuftë nga lëvizja vendvendosje për të formuar qeverinë e re të Kosovës. Emri Konjuftës u propozua nga kryetari LVV-s Albin Kurti. Sipas kushtetutës, mandatari ka fat 15 ditë për t'i prezantuar kuvendit për bërjen e re të ekzekutivit, që duhet marrë mbështetjen e të paktën 61 deputetëve për t'u zgjedhur. Restaurohet portreti i parë i Ismail Kadares, një pikturë realizuar në fund të viteve 50 kur shkrimtari ishte në moshë të re. Vepra e dhuruar Kadares e ruajtur për shumë kohë, ishte në gjendje të shkatruar dhe nuk i dihej as autorsia. Por fal kërkimeve u zbulua në pjesën e pasme të Telajos se autori i saj ishte piktori i njohur shqiptar Vilson Kilica. Portreti i shkrimtarit do të ekspozohet në shtëpinë Studio Kadare. Ndalemi më gjërësisht, projekt buxheti i vitit 2026 do të jetë në vlerën 8.8 miliard euro, 500 milion euro më shumë krahasuar me këtë vit. Ndërkohë që në këtë projekt buxhet parashikohet rritje e pensioneve, të pagës minimale, shtimi i investimeve publike dhe ulje e borxhit publik. Projektligji më i rëndësishëm ekonomik i vendit, ai për buxhetin e shtetit, është depozituar në kuvend. Plot 886 miliard lekë ose 8.8 miliard euro do të jenë në dispozicion të institucioneve për të shpenzuar për shërbime shëndetësore, për paga, për skemat e mbështetjes së familjeve në nevojë, pensione, arsim, punësim, bujqësi, transport rrugor, drejtësi e deri tek shpenzimet për sigurinë në kuadër të detyrimeve ndaj NATO-s. Në raport me buxhetin e këtij viti të rishikuar me aktin e fundit normativ, rritja e shpenzimeve është me 500 milion euro. Për vitin e ardhshëm është parashikuar formula e re e rritjes së pensioneve që parashikon bonuse të përmuajshme. Sipas të dhënave në projektligj, fondi për pensionet për vitin që vjen do të jetë 100 milion euro, si dhe janë parashikuar 16.5 milion euro për indeksimin e tyre.
Investimet publike për vitin 2026 parashikohet të arrijnë në 1.8 miliard euro, brenda së cilave janë 50 milion euro të parashikuara për rindërtimin dhe 68 milion euro financime të pritshme nga plani rritjes i BE-s, ndërsa për këtë vit investimet publike janë në vlerën e 1.6 miliard euro, ndërkohë sa i takon të ardhurave, ato planifikohet të arrijnë në 8.2 miliard euro nga 7.7 miliard aktualisht, rritje që pritet të ndikohet kryesisht nga zhvillimi ekonomik, vijimi i turizmit dhe mirë administrimi. Për vitin që vjen, thuhet në projekt buxhet, borxhi publik do të arrijë në 14.9 miliard euro, duke regjistruar rënje në raport me prodhimin kombëtar nga 54.1% këtë vit në 53.6% vitin e ardhshëm. Po ashtu për herë të parë vitin që vjen është planifikuar të indeksohen pagat e administratës publike në masën 2.5%, si dhe është parashikuar financimi për rritjen e pagës minimale nga 40 në 50.000 lekë nga janari 2026 dhe do të rritet në 60.000 lekë brenda vitit 2028. Ndërkohë, gjithsej institucionet do të marrin rreth 5 miliard euro buxhet për vitin 2026 nga 4.7 që kishin këtë vit që po mbyllet. Rritjen më të madhe merr Ministria e Mbrojtjes për projektet dhe detyrimet ndaj NATO-s. Në projekt buxhetin e vitit 2026, buxhetin më të madhe e merr Ministria e Shëndetësisë me 820 milion euro, me një rritje të vogël prej 20 milion eurosh. Të njëjtën rritje ka edhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, e cila do të ketë për vitin 2026 një portofol prej 770 milion eurosh. Ministria e Mbrojtjes ka rritjen më të madhe me plot 102 milion euro më shumë. Për vitin 2026 do të marrë 589 milion euro nga 487 milion euro që ka për këtë vit. Mbrojtja ka detyrime të forta për të përmbushur në kuadër të NATO, si modernizimin e kapaciteteve dhe infrastrukturës së forcave të armatosura, armatim të ri, modernizim në pajisje dhe sisteme kompjuterike. Nga ministrit ka rritje edhe Ministria e Bujqësisë, e cila do të marrë 162 milion euro, ose 13 milion euro më shumë. Ministrisë së Ekonomisë i zbritën 60 milion euro në raport me këtë vit dhe do të kënaqet me 417 milion euro në 2026. Më pak lek për presidencën dhe kuventin, ndërsa kryeministrisë i rritet buxheti me 3.4 milion euro. Sa i përket institucioneve të drejtësisë, në total ato kanë një buxhet më të lartë. Rritjen më të madhe e ka Këshilli i Lartë Gjyqësor me gati 12 milion euro më shumë, duke marrë në 2026 në gjithsej 68 milion euro. Edhe SPAK merr një buxhet më të madh se ky vit. Në dispozicion do të ketë 21 milion euro nga 18.8 milion euro që ka për këtë vit. Rritjen më të vogël e merr Prokuroria e Përgjithshme dhe KLP, ndërsa Gjykata Kushtetuese, Shkolla e Magjistraturës, ILD dhe KPA do të marrin më pak para. Gjithsej institucionet do të marrin rreth 5 miliardë euro nga 4.7 miliardë që është këtë vit. Pensionet e të gjitha kategorive do të rriten çdo muaj, duke filluar nga janari viti 2026 dhe në 4 vitet në vijim. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar skemën e re, e cila në fund të vitit 2029 parashikon të rrisë deri në 70% çdo kategori pensionesh. Ky mandat do të jetë mandati i rritjes së përvitshme të pensioneve. Nga janari 2026 deri në fund të 2029-s, pensionet e të gjitha kategorive do të kenë një rritje të konsiderueshme. Skema e re, prezantuar nga vetë Edi Rama, parashikon rritje deri në 70% të pensioneve brenda mandatit qeverisës. Prandaj, nga janari vitit 2026, pensionet do të rriten çdo muaj si vijon. E përsëris për te indeksimit vjetor që do të jetë një tjetër gjë. Pensioni urban në vitet plota pune do të rritet 1.800 lek. Pensioni urban i pjesshëm do të rritet 800 lek. Pensioni rural do të rritet 1.000 lek. Pensioni familjar do të rritet 700 lek. Pensioni i invaliditetit do të rritet 600 lek. Detajimet janë bërë në mbledhjen e gjatë të qeverisë të hënën, ku miratua edhe projekt buxheti i vitit 2026, i cili i është përcjell tashmë kuvendit. Në fund të mandatit të katërt, shifrat duket të jenë premtuese dhe ambicioze: 40.000 lekë të reja për pensionet urbane me vite të plota dhe 18.000 lekë për pensionet rurale. Pensioni urban me vitet plota pune të shkojë 40.000 lekë të reja nga 27.350 që është sot. Pensioni urban i pjesshëm të shkojë mesatarisht 22.000 lekë të reja nga 15.850 lekë që është sot.
Pensioni rural të shkojë 18.000 lekë të reja nga 11.500 që është sot, pensioni familjar të shkojë 18.000 lekë të reja nga 11.400 që është sot, dhe pensioni i invaliditetit të shkojë 30.000 lekë të reja nga 20.000 që është sot. Kjo rritje do të jetë përtej indeksimit që do të vazhdojë të bëhet çdo vit. Flasim për integrimin, Komisioni Evropian ka publikuar progres raportin për Shqipërinë për vitin 2025, në të cilin thekson se vendi ynë po ecën me apa pozitiv. Raporti vlerëson historinë e Shqipërisë në procesin e negociatave dhe luftën kundër korrupsionit, ndërsa evidenton klimën e tensionuar politike me një parlament jo plotësisht efikas. Për Bashkimin Evropian, zgjerimi është një objektiv realist I viteve të ardhshme për disa vende kandidate, mes të cilave edhe Shqipëria, e cila ka bërë një progres të paprecedent. Kështu ka deklaruar Marta Kos, komisionerja për zgjerim në Komisionin për Punët e Jashtme, ku prezantua progres raporti për Shqipërinë. 2025 ishte një vit I mirë me vendet kandidate. Progres shumë domethënës kanë bërë vende si Mali, Shqipëria, Moldavia dhe Ukraina. Kjo tregon se reformat gjithmonë të shpërblejnë. Zgjerimi I suksesshëm është mundësi realiste për vitet në vijim. Mali kërkon të përfundojë negociatat në fund të 2026 dhe Shqipëria në fund të vitit 2027. Këto 4 kandidat për vitin që po lëm pas I kanë justifikuar ato ambicie me arritje dhe aksione konkrete. Mali është më I avancuari në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Shqipëria ka një vrull të papar dhe të dyja janë në pararojë të këtij procesi. Mundësitë për të zgjeruar bashkimin nuk vijnë shpesh. Këto dritare mundësisht janë të rralla, por tani kjo dritare është e hapur dhe duhet ta shfrytëzojmë. Raporti I Komisionit Evropian për vitin 2025 evidenton një klim të tensionuar politike, ndërsa sjell në vëmendje edhe mungesën e barazisë së subjekteve zgjedhore në parlamentaret e 2025-s. Parlamenti funksionon vetëm pjesërisht në mënyrë efektive për shkak të polarizimit politik dhe mungesës së dialogut të sinqert ndërmjet mazhorancës dhe opozitës. Kjo situatë ka kufizuar rolin mbikëqyrës të kuvendit ndaj ekzekutivit, emërimet politike në poste të pavarura apo institucione kushtetuese mbeten problem serioz. Vëzhguesit ose beodir vlerësuan se zgjedhjet ishin konkurruese dhe të administruara profesionalisht, por evidentuan mungesë të kushteve të barabarta dhe abuzim me burimet publike. Për parime, raporti evidenton të ketë në luftën kundër korrupsionit me vlerësime për punën e SPAK, e po ashtu funksionimin e gjyqësorit, të cilin e cilëson në nivel të mirë përgatitje nga mesatarisht I përgatitur në raportin e një viti më parë. Shqipëria ka një nivel përgatitje ndërmjet mesatar dhe të mirë dhe ka bërë disa përparime në funksionimin e sistemit gjyqësor. SPAK ka forcuar më tej rezultatet e saj pozitive në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe ka bërë përparime të dukshme drejt krimit të një rekordi të qëndrueshëm në këtë fushë. Megjithatë, korrupsioni mbetet I përhapur në sektor të ndjeshëm, duke ndikuar si në sferën publike, ashtu edhe në atë private. Me nota pozitive vlerësohet edhe ekonomia. Ekonomia ruajti një vrull të fortë, rritje në vitin 2024 fal kërkesës së fortë të brendshme dhe turizmit. Inflacioni ra në objektivin e Bankës Qendrore, ndërsa konsolidimi fiskal u përshpejtua dhe raporti I borxhit publik vazhdoi të binte. Pavarësisht rritjeve, të ardhurat qeveritare si pjesë e PBB-s mbeten të ulta, ndërsa shpenzimet për investimet publike janë vazhdimisht të nënekzekutuara. Prokurimet publike vijojnë të mbeten një temë e nxehtë, ku Shqipëria vlerësohet si mesatarisht e përgatitur dhe me përparim të kufizuar, ndërsa me shqetësim shihen ndryshimet në këtë ligj. Procesi I zgjerimit do të sjellë shtete të reja anëtare në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030, kështu është shprehur shefja e diplomacisë europiane Kaja Kallas. Mali I vitin e ardhshëm pritet të mbyllë negociatat e antarësimit. Serbia dhe Kosova nuk bën përparim pasi të dy shtetet patën kriza të brendshme politike dhe nuk avancuan më tej me dialogun, duke pasur një perspektivë të turbullt për të ardhmen. Për Bashkimin Evropian, zgjerimi është një prioritet politik dhe një investim gjeopolitik. Pushtimi I Ukrainës I ka dhënë kuptim tjetër rëndësisë së zgjerimit dhe për këtë Unioni është gati të presë antare të reja shumë shpejt.
Shefja për politikën e jashtme Kaja Kallase bëri të qartë kur prezantoi raportet për vendet kandidate se nuk është një luks i këndshëm për të pasur, por tashmë një domosdoshmëri. Ecuria e Kosovës u ndikua nga kriza politike me mosformimin e institucioneve pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Perspektiva për vendin u përshkruajt si e turbull. Partive politike u kërkohet bashkëpunim, ndërsa dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë që nuk shënoi përparim këtë vit mbetet thelbësor për rrugën evropiane të Prishtinës, thot raporti. Vendi duhet ulë edhe më shumë tensionet në veri që sanksionet evropiane ndaj Prishtinës të vijojnë të hiqen më tej. Serbia nuk ka shënuar asnjë përparim, kjo e ndikuar nga protestat masive kundër korrupsionit. Klasa politike, thot Progres raporti, jeton me një retorik përçarëse, ndërsa reformat janë ngadalësuar ndjeshëm. Komisioni vëren se Serbia duhet ka përcej ngjecje në gjyqësor si dhe të përmbys hapat mbrapa që ka bërë në lirinë e shprehjes. Mali i Zi, shteti më i avancuar në Ballkanin Perëndimor me integrimin, pritet të mbyll negociatat në fundin e vitit 2026 dhe kështu i hapet rruga antarësimit të plot. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos njoftoi në konferencën shpjeguese të raportit lëvrimin në një pakete financiare për Malin e Zi si mekanizëm shpërblyes dhe që fuqizon edhe më tej financat e vendit para antarësimit. Maqedonia e Veriut duhet të miratojë ndryshimet kushtetuese për çështjen e minoritetit bullgar. Raporti thot se Shkupi duhet të veprojë shpejt për përmbushjen e kritereve të hapjes së grup kapitullit të parë. Në Bosnjë Hercegovinë, kriza politike në entitetin e Republikës Srpska dhe shpërbërja e koalicionit qeverisës dëmtuan përparimin drejt Bashkimit Evropian. Pas ndryshimeve të fundit institucionale, në Republikën Srpska vendi ka mundësi të avancojë reformat në rrugën drejt BE-s, por për hapjen e negociatave autoritetet duhet të finalizojnë dhe miratojnë reformën në drejtësi. Ukraina synon të mbyll negociatat e antarësimit në fund të vitit 2028. Vendi në luftë, sipas Progres raportit, ka avancuar në reforma kryesore, duke përmbushur kushtet për hapjen e grup kapitujve 1, 6 dhe 2. Vendit i kërkohet të përshpejtojë reformat në fushën e sundimit të ligjit. Njëjtë si Kievi zyrtare dhe Moldavia ka përmbushur kushte për hapjen e grup kapitujve 1, 6 dhe 2 dhe komisioni pret që shteti të hapë edhe 3 të tjera brenda këtij viti, me synimin që bisedimet të mbyllen në fund të 2028-s. Turqia mbetet vend kandidat dhe partner kyç për Bashkimin Evropian, por standardet demokratike u përkeqësuan. BE thot në raport Progres se rifillimi i bisedimeve për zgjidhjen e çështjes së Kipros është një element kyç i bashkëpunimit me Turqinë. Pavarësia e gjyqësorit ende nuk është adresuar, ndërsa negociatat e antarësimit me Turqinë mbeten të bllokuara që nga viti 2018. Në vitin 2024, Këshilli Evropian përfundoi se procesi i antarësimit të Gjeorgjisë në Bashkimin Evropian ishte në praktikë ndalur, që atëherë situata është përkeqësuar ndjeshëm me prapakthim serioz demokratik. Komisioni e konsideron Gjeorgjinë vend kandidat vetëm në emër. Autoritetet gjeorgjiane duhet të tregojnë sipas Progres raportit për kushtim të vendosur për të ndryshuar kursin dhe për të rikthyer në rrugën e antarësimit në BE. Vendimi i gjykatës kushtetuese që la në detyrë Erion Veliajn duhet të pasohet me lirimin e tij, thot kryeministri Edi Rama në të parë reagim pasi kushtetuesja e rrëzoi për shkarkimin. Rama thot se me që s'do të ketë zgjedhje, Tirana nuk mund të trajtohet si jetim, dhe se mbajtja në qelje të zgjedhurit të qytetarëve dëmton kryeqytetin. Edi Rama theu heshtjen mbi vendimin e gjykatës kushtetuese që e rrëzoi vendimarrjen e tij për ta shkarkuar Erion Veliajn duke e lënë në detyrë si qytetar të parë të Tiranës. U provua se nuk i paskam kapur unë të tëra pushtetet dhe kjo është një gjë sa e qartë aq edhe e mirë, apo jo? Por ky vendim, thot Rama, duhet të pasohet me lirimin e kryebashkiakut nga burgu, nga vetë gjykata kushtetuese, kur të shqyrtoi paraburgimin e Veliajt, që tani duhet të rikthehet në krye të detyrës. Argumenti i kreut të qeverisë është i thjeshtë, me që zgjedhje nuk ka, Tirana nuk mund të trajtohet si jetime. Çdo njeri normal që nuk shehet tek qëndrimi kushtetueses një qëndrim të verbër kundër qeverisë në dëm të madh të Tiranës, po një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka se si të mos pres që me të njëjtën parimësi kur të gjykoj paraburgimin e tij, kushtetuesja ta kthejë Erion Veliajn në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lirë. Kushdo ka në dorë ta ndihmojë zgjidhjen e këtij ngërçi absurd, të kujtohet se kryeqyteti nuk mund të trajtohet si jetim për vite me radhë. Për kryeministrin, mbajtja më tej në qelje e kryebashkiakut nuk është më thjesht një masë disproporcionale që dëmton Veliajn, por dëmton të drejtën e gjithë popullit kryeqytetas. Nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027 dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i burgosur i Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë disproporcioni i mbajtjes së tij në qeli nuk është më thjesht në dëm të lirive të drejtave kushtetuese të personit,
po edhe në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të u shërbyer nga i zgjedhuri vet, apo jo. Gjykata kushtetuese vendosi me shumicë votash një ditë më parë të rrëzonte shkarkimin nga detyra të kryebashkiakut Erion Veliaj, vendimi marrë nga qeveria pas propozimit të Këshillit Bashkiak. Gjykata argumentoi se asnjë nga hallkat nuk i garantoi Veliajt proces të rregullt ligjor dhe nga ana tjetër shkarkimi me motivin e mungesës në punë nuk ishte në përputhje me kushtetutën, pasi një i zgjedhur nga populli mund të shkarkohet vetëm për shkelje të rëndë të ligjit themeltar. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha për herë të parë ka pranuar se Belind Këlliçi u ndihmua nga zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, sot e pandehur nga SPAK në protestat kundër Erion Veliajt përpara Bashkisë së Tiranës, që u mbyllën deri në arrestimin e tij. Për herë të parë Sali Berisha artikulon publikisht një përplasje të brendshme në kampin opozitar që reflekton krizën e besimit edhe brenda të tyve. Kreu i PD-s tha në një konferencë për mediat atë që të tjerë, deri tek ish numri 2 i qeverisë Rama Arben Ahmetaj, kanë shprehur përmes televizionit të familjes së Syrit TV, zëvendës kryeministrja Belinda Balluku fshihet pas protestave periodike të udhëhequra nga Belind Këlliçi para Bashkisë së Tiranës, kur Erion Veliaj qëndronte brenda saj. U bën protestat kundër Erion Velis. Kjo çonte njerëz nga zyrat e veta për ta përlyer protestat. Këtë Berisha e shprehu për herë të parë pa i dhënë shumë zë nëse ai ishte në dieni që gjatë zhvillimit të protestave se kjo po ndodhte, apo e mosoi në përfundim të tyre nëse deputeti i PD-s dhe drejtuesi politik i Tiranës ka vepruar pas krahave të tij. Protestat 44 javore të nisura në fillim të 2024-s zgjatën deri në shkurt 2025, kohë kur erdhi edhe arrestimi i kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Ndonë se akuzon si hajduten më të madhe në histori për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, sot e pandehur nga SPAK për tunelin e Llogaras, Berisha thotë se nuk ka ndërmend të nisë protesta dhe këtu flet për një luftë tjetër të brendshme, këtë radhë në Kampin Roz. Qoftë se shkojmë në protesta aty, Eliza nxjerr gjysmë e Ministrisë Jashtme, nuk do të nxjerrin gështerat me dorë tona kush. Ne do e kapim djallin për brirësh, edhe ajo është i pari Edi Rama. Në fakt, protesta që Berisha thotë se nuk do të bëj për Ballukun mësohet se i kishte propozuar vetë Belind Këlliçi, që në mbledhjen e kryesisë së PD-s, mbajtur me dyert të mbyllura një ditë më parë. Deputeti i Tiranës mësohet se ka propozuar nisjen e protestave përpara Ministrisë së Infrastrukturës, që drejton Belinda Balluku, njëjtë siç protestat para Bashkisë, por Berisha e refuzoi këtë ide të Këlliçit dhe ashtu siç tha në konferencë, kërkon që aksioni politik të fokusohet kundër kryeministrit Edi Rama. Numri 2 i qeverisë, Belinda Balluku, e pandehur nga SPAK për tunelin e Llogaras, rezulton se gjatë kohës që tenderi i parë ishte i hapur, interesohet me mesazhe me kreun e RSH Eviz Berberi për kriteret e vendosura për kompanit në garë. Pasazhe nga dosja u publikua nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Sipas dosjes së SPAK, bisedat e zëvendës kryeministres Belinda Balluku me ish-kreun e autoritetit rrugor shqiptar Eviz Berberi janë zbuluar përmes një telefoni BlackBerry të ish-drejtorit të rrugëve, i cili është sekuestruar dhe konsiderohet ndër markat më të sigurta për tu përgjuar. Ky detaj është publikuar nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili në fakt ka arritur të sigurojë dosjen e SPAK ndaj numri 2 të qeverisë, e pandehur për shkelje të barasisë në tendera pasi ka publikuar disa fragmente nga ky dokument. Sipas kësaj dosje të publikuar nga Bardhi, më datën 26 janar 2021, Belinda Balluku i dërgon mesazhe Eviz Berberit, sot të burgosur për abuzime në tendera. Një pyetje, kemi ndryshuar ne tek tuneli eksperiencën e objekteve të ngjashme nga 5 në 3 vite? Berberi përgjigjet. Te takimi që patë më datë 31 dhjetor me Artën dhe Pëllumbin, ai kërkoi që të jetë 3 nga 5 vitet e fundit, po Arta më tha që e kishte diskutuar përpara takimit me Pëllumbin këtë gjë me ty. Koha kur zhvillohet kjo bisedë me mesazhe në telefon për procedurat e ndërtimit të tunelit të Llogaras korespondon me periudhën kur tenderi i parë ishte ende i hapur dhe kompania Gjoka e biznesmenit Pëllumb dha ofertën më të ulët prej 140 milion eurosh. Kjo garë u anulua pak muaj më vonë dhe Ministria i rihapja atë. Në tenderin e dytë fitues u shpall një bashkim me operatorësh turq për 170 milion euro pa TVSH.
Sipas denoncimit të Bardhit në SPAK, ekzistojnë lidhjet mes turqëve dhe kompanisë Gjoka, e cila sipas tij ka realizuar në të vërtetë punimet për ndërtimin e tunelit. Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta bën tentativën e radhës në dyert e drejtësisë shqiptare për të fituar lirinë. I arrestuar prej tetorit të vitit 2024, Meta kërkon sërish në gjykatën e lartë heqjen e masës së sigurisë ose lehtësim të saj. Rekursi është regjistruar më 3 nëntor dhe gjithashtu është të caktuar përmes shortit si gjyqtar relator Ilir Panda. Një kërkesë tjetër Ilir Metës për liri urrëzua pak ditë më parë në apelin e posaçëm antikorrupsion. Prej korrikut, Meta ka kërkuar edhe në gjykatën kushtetuese shpalljen antikushtetuese të masës arrest me burg lënë në fuqi nga të 3 shkallët e gjyqësorit. Ky ankimim i ka kaluar mbledhjes së gjyqtarëve dhe kushtetuesja pritet që në ditët e ardhshme të dalë me një vendim. Ilir Meta akuzohet nga SPAK për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë në bashkëpunim së bashku me ish bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi dhe 3 të tjerë. Në burg që prej marsit të vitit 2023 për inceneratorin e Elbasanit dhe atë të Fierit, ish sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit Alqi Bllako po shkon drejt lirimet pas vendimit të sotëm të gjykatës edhe për inceneratorin e Tiranës. SPAK ishte kërkuar 5 vite heqje lirie për Alqi Bllakon, por pas 9 orësh seancë këtë të martë, gjykata e posaçme vendosi dënimin me 4 vite burg për ish zyrtarin me akuzën e korrupsionit pasiv. Ai u gjet fajtor se kishte përfituar 119.000 euro dhe 7 milion lek nga bosët e inceneratorëve. Bllako përfitoi nga gjykimi i shkurtuar duke u dënuar përfundimisht me 2 vite e 8 muaj burg për inceneratorin e Tiranës. Sipas avokatëve të Bllakos, klienti i tyre pritet të lirohet nga qelia, pasi gjykata vendosi shuarin e masës nëse nuk qëndron në burg për ndonjë vepër tjetër. Gjatë shqyrtimit gjyqësor, prokurori Dritan Prençi pranoi se gjykata e Durrësit e ka liruar me kusht për inceneratorin e Elbasanit, ndërsa sipas mbrojtjes ati ishte shuar masa arrestin të burg edhe për inceneratorin e Fierit, pasi u rikualifikua vepra penale. Alqi Bllako u rigjykua në shkallën e parë për Tiranën pas vendimit të apelit që konstatoi shkelje procedurale për këtë çështje. Genc dhe Romemaj ka dhëndorëheqjen ditën e sotme nga drejtimi i kadastrës së Vlorës vetëm pas pak 4 muajsh në atë detyrë. Ish kreu i Partisë Demokratike në Vlorë u emërua në krye të kadastrës së qytetit më 24 qershor të këtij viti, ndërsa nuk djerën arsyet e largimit nga kjo detyrë. Dhe Romemaj ka mbajtur postin e kreut Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, ndërsa ka qenë pjesë e PD-s që prej vitit 2002. Partia Demokratike shpenzoi 500.000 euro më shumë se socialistët në fushatën elektorale të 11 majit. Raportet financiare të dy partive kryesore tregojnë se Partia Demokratike harxhoi 2.3 milion euro përkundrejt 1.8 milion euro të socialistëve. Berishës i ka kushtuar shtrenjtë konsulenca me Lassi Vitan, faturë e cila ka përpirë më shumë se gjysmën e buxhetit të partisë. Partia Socialiste faturën më të shtrenjtë e ka për rrjetet sociale e ndjekur nga mitingjet. Për zgjedhjet e 11 majit, Partia Demokratike ka mundur të grumbullojë dhe shpenzoi më shumë para se Partia Socialiste, por pavarësisht kësaj, i humbi zgjedhjet dhe mori vetëm 50 mandate. Sipas raporteve financiare të analizuara nga Report Televizion, Partia Socialiste e grumbulloi 1.8 milion euro, ndërsa Partia Demokratike 500.000 euro më shumë, pra 2.3 milion euro. Bie në sy se Partia Berishës ka gjeneruar më shumë para nga kotat e antarësisë, ndërsa Partia e Ramës i ka të ardhurat më të larta nga buxheti i shtetit dhe dhurimet në natyrë. Por diferenca mes parave në dispozicion dhe suksesit në fushat duket të jetë i lidhur me mënyrën se si dy partitë kryesore kanë zgjedhur të përdorin këto fonde. Partia Demokratike më shumë se gjysmën e buxhetit të saj e ka shpenzuar për një njerëz të vetëm, Kris Lacivita, i cili ka marrë 1.4 milion euro. Ai që Berisha e quajti magjistari u shfaq në disa mitingje të demokratëve si lajmëtari fitores dhe si mblesi i një dashurie në tentativë Trump-Berisha. Pjesën tjetër të parave, rreth 900.000 euro, PD ka përdorur për mediat dhe rrjetet sociale, për transport, mitingje dhe sondazhe. Ndërsa Partia Socialiste shpenzimet më të mëdha i ka për mediat dhe mitingje. Buxheti në këto dy fusha për Partinë e Ramës është shumë fish më i lartë se i Partisë së Berishës. Fatura më e shtrenjtë e PS-s është 80.000 euro për një kompani që ka qenë përgjegjëse për rrjetet sociale të kësaj partie. Ndërkohë, sipas raporteve të dorëzuara nga PD-ja dhe Partia e Ilir Metës,
bie në sy një mospërputhje prej 80.000 eurosh. Partia e Lirisë ka deklaruar se ka bërë vetëm një pagesë prej 70.000 eurosh për Partinë Demokratike për mitingje të përbashkëta si udhëheqëse e koalicionit. E kjo konfirmohet edhe në raportin e PD-s. Kjo transfert bankare është bërë në 7 maj, pak ditë para zgjedhjeve. Por Report Televizion ka vënë re se PD-ja gjithashtu ka deklaruar edhe një pagesë tjetër prej 80.000 eurosh nga Partia e Metës tek ajo e Berishës. Kjo pagesë është bërë përmes bankës më 7 gusht, pra pas zgjedhjeve. Njëra prej partive, ose PD-ja ose PL-ja, rezulton se ka bërë një deklarim të rrem në KQZ. Gjithsesi, PD-ja ka mbledhur para nga të gjitha aleatët e saj për të cilët garantojnë mandatet të sigurt të deputetit. Dhe kjo shifër nga aleatët është plot 265.000 euro. Ndërkohë në një reagim për mediat, Partia e Lirisë pranoi se ka paguar edhe 80.000 euro që thot Partia Demokratike për fushatën, por me që pagesa është bërë në gusht pas zgjedhjeve të 11 majit, kjo parti nuk e ka deklaruar tek raporti për fushatën, por do ta deklarojë tek raportimi vjetor në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Votuar Partinë Demokratike do të riktheheshin ta votonin atë në rast se Sali Berisha nuk do të ishte më në krye të saj. Në një sondazh të Report Televizion dhe Shqiptaria.com, mbi 50% dhe qytetarëve thonë se vota e tyre varet nga ikja e Berishës, ndërsa gati 40% ndarjen me Partinë Demokratike kanë më të thellë, teksa thonë se nuk do ta votonin edhe nëse ka një leadership të ri demokrat. Pas Sali Berishë në krye të saj, Partia Demokratike merr më shumë vota. Ky është rezultati një sondazhi në Report TV dhe Shqiptaria.com, i ngritur mbi pyetjen, po të mos ishte Berisha në krye të saj, a do të ktheheshte ta votoje Partinë Demokratike? Në sondazhin e nisur më 31 tetor, nga 919 vota në total, të cilat janë unike, pra një qytetar mund të votojë vetëm një herë, mbi 50% e qytetarëve që kanë shprehur mendimin e tyre vlerësojnë se po do të ktheheshin të votonin për Partinë Demokratike vetëm nëse Sali Berisha nuk do të ishte më kryetari i saj. Pra thënë më thjesht, kjo kategorizihet si 50.4%, edhe pse më herët kanë votuar djathtas, së fundmi janë detyruar të mos votojnë për partinë që ata preferojnë, PD-n, vetëm se drejtimin e saj vijon ta ketë Sali Berisha. Në sondazhin me vota unike të Report TV dhe Shqiptaria.com, 38.9% e personave që janë bërë pjesë e tij thonë se nuk do ta votonin PD-n, edhe sikur Berisha të largohej prej saj. Këta mund të jenë të zhgënjur me Partinë Demokratike në përgjithësi, po të ndaj së cilës nuk do ta jepnin më, pavarësisht se kush do të ishte në krye të saj. Sipas sondazhit me 916 vota totale unike, 10.7% janë në mëndyshje dhe pyetje se po të mos ishte Berisha në krye të saj, a do të ktheheshin të votonin PD-n, janë përgjigjur me nuk e di. Në zgjedhjet e 11 majit, ku socialistët, siç kanë nisur prej 2017-s e më tutje, kanë shkuar të vetëm në garat për parlamentarët, PD në tradit koalicionesh me 25 parti politike së fundmi mori rreth 528.000 vota, ndërsa socialistët 855.000 vota, që i dhan numrin më të madh ndonjëherë në kuvend të një force politike, 83 mandate. Sfida e radhës, ku Partia Demokratike këtë radhë është fshehur pas të pavarurve dhe jo me kandidatë të saj zyrtar, është ajo e 9 nëntorit për zgjedhjet e pjesshme në 5 bashki. U rikthyem edicionin qendror të lajmeve në Report Televizion, ndërsa në këtë moment do të referohemi informacioneve nga Kronika. Gjykata e Korçës vendosi arrest me burg me afat 40 ditë për Altin Albatin, vëllain e deputetit demokrat Bledion Albati, për rëmbimin dhe dhunimin e 32 vjeçarit Ilir Topçiu në Devoll. Të njëjtën mas gjykata vendosi edhe për Marcel Buçin dhe Trajan Çelikun. Ata akuzohen se morën me forcë Topçiu nga banesa e tij ndonse ndodhej në arrest shtëpie. Sipas prokurorisë, ata e mbajtën peng për disa orë në ambientet e një biznesi ku e dhunuan. Shkak për ngjarjen dyshohet të jetë prishja e pazareve dhe kontrabanda e mallrave. Të dyshuarit kanë pranuar se kanë goditur 32 vjeçarin me të cilin kishin njohje të mëparshme, por mohojnë pengmarrjen. Vëllai i deputetit Albati është përfshirë edhe në konfliktin e bujshëm në Bilisht pak para zgjedhjeve të 11 majit, ku rahu shoferin e një kamioni vetëm pse i bllokoi rrugën. Në Sarand ka nisur gjyqi për vdekjen e britanikes Rebecca Gannon, i pandehuri Kushova gjykohet në mungesë, ndërsa vuan dënimin për trafik droge në Norvegji.
Babai i të ndjerës, George Gannon, tha ekskluzivisht për Report Televizion se procesi është vonuar për 3 vite, por tashmë shpreson se do të dënohet personi përgjegjës për sigurinë e së bijës gjatë ekspeditës së zhytjes. Në gjykatën e Sarandës nisi procesi gjyqësor për vdekjen tragjike të 29 vjeçares britanike Rebecca Gannon gjatë një zhytjeje në ujore më 20 gusht të vitit 2022 në ujërat e Sarandës. Në bankën e të akuzuarve duhet të ishte Sajmir Kushova, ish instruktori i zhytjes, i cili akuzohet për shkelje të mbrojtjes në punë, por ky gjyq po zhvillohet në mungesë pasi 47 vjeçari ndodhet në burg në Norvegji. Në seancën e parë, prokuroria Valbona Maja paraqiti rrethanat e ngjarjes dhe kërkoi administrimin e provave dhe thirrjen e dëshmitarëve të prokurorisë, ndërsa mbrojtja e përfaqësuar nga avokati Rigel Stervishi kërkoi të administrohet një shkresë e repartit Renea dhe të pyetet eksperti i aktit të ekspertimit. Në sallën e gjyqit ishte i pranishëm babai i viktimës, George Gannon, i cili kërkoi që të thirren si dëshmitar 10 personat që kanë qenë pjesë e ekspeditës në ujore në ditën e tragjedisë. Procesi ka qenë shumë i ngadalt, por më në fund thekson Gannon, po shkojmë drejt dënimit të personit përgjegjës. Është ende në proces, dua të them se ende duhet të mbledhim më shumë prova dhe gjithçka po ecën shumë ngadal, sepse as nuk e kuptoj mirë procedurën këtu. Por eventualisht shpresojmë ta fusim këtë njeri në burg për pjesën e mbetur të jetës. Megjithatë, jemi ende në një fazë shumë të hershme të çështjes, pra procesi i gjykimit është ende në vijim. Nga ana tjetër, avokati Rigel Stervishi deklaroi se sipas aktit të ekspertizës mjekoligjore, Rebecca Gannon është gjetur e vetme në ujë, çka tregon se përgjegjësia sipas tij bie mbi partnerin e saj të zhytjes, Robert Kerans. Pikërisht ne kemi kërkuar në pyetjen tonë që të merret në pyetje i dashuri i të ndjerës, pra Rebecca, i cili është shtetasi Robert Kerans, i cili ka qenë dhe mendojmë personi përgjegjës, Badi, shoku i saj në momentin e zhytjes, i cili në çdo moment duhet ta monitoronte gjendjen e saj, por ka rezultuar që shtetëse Rebecca e ndjera ka qenë e vetmuar, pra ka qenë vetëm në momentin që është mbytur, të paktën sigurisht ka dalë dhe ekspertiza mjekoligjore. Seanca e radhës do të zhvillohet më 18 nëntor me kërkesë të George Gannon, i cili nuk ka rreshtur së kërkuari drejtësi për vdekjen e vajzës së vetme. 29 vjeçaria kishte ardhur në vendin ton për një ekspeditë private zhytje që organizohej nga Saranda Diving Center, drejtuar nga Sajmir Kushova. Në 2022, 47 vjeçari u la nga gjykata me mas siguri e detyrim paraqitje, kundrejt garancisë pasurore 1.5 milion lek. Kushova nuk respektoi masën dhe u largua jashtë vendit për të prangosur në 2023 në Norvegji. Së bashku me 5 polumbar shqiptar, ai u kap duke nxjerrë nga një anije 4 çanta me 150 kg kokainë. Gjykata norvegjeze e dënoi Kushovën me 15 vjet burgim për trafik droge, ndërsa sot vuan dënimin në burgjet norvegjeze. Gjykata e Sarandës e gjykon në mungesë për vdekjen e britanikes që erdhi për turizëm në Shqipëri. Në Komisionin e Shëndetësisë janë sqaruar një herë mirë terminologjitë që janë përdorur në projektligjin e barazisë gjinore, teksa u miratuan për nen. Gjatë seancës u miratuan edhe ndryshimet që lidhen me përkatësinë e shumëfisht, diskriminimin ndërsektorial dhe stereotipeve gjinore. Opozita kundërshtoi përfshirjen e ligjit në rendin e ditës dhe u largua nga seanca, ndërsa projektligji u miratua nga votat e mazhorancës dhe pritet të kalojë në kuvent për shqyrtimin përfundimtar. Shqetësimet e ngritura gjatë fazës së konsultimit publik të ligjit detyruan socialistët të ndërhynin pak kohë më parë me 22 amendamente të projektit fillestar. Mes tyre dhe heqja e çdo dileme të ngritur mbi gjinin. Përfundimisht edhe ky ligj do të vijojë të njohë ekzistencën vetëm të burrit dhe gruas. Megjithatë, përkufizimi u nënshtrua një tjetër riformulim në Komisionin Parlamentar të Shëndetësisë. Por fokusi mbetet te përkufizimi klasik burr-grua, bazuar në kuptimin social tradicional. Gjinia nënkupton rolet e ndërtuara në kontekstin social, sjelljet, aktivitetet dhe atributet që një shoqëri e caktuar i konsideron të përshtatshme për burrat dhe gratë. Përtej ndryshimeve të propozuara nga socialistët, gjatë diskutimeve nen për nen u ndërhyj për të bërë përkufizime më të qarta dhe të disa termave të tjera. Shumica riformuloi çështjen e përkatësisë së shumëfisht. Përkatësia e shumëfisht
është ndërlidhja kombinimi i gjinisë me karakteristika të ndryshme të parashikuara në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi. Bëhet fjalë për rastet e diskriminimit për shkak të etnisë, prejardhjes, aftësive të kufizuara apo edhe moshës. Në të njëjtin nen, është shtuar edhe një përkufizim i ri për stereotipin gjinor, që lidhet me perceptimet e paracaktuara për rolet e burrave dhe grave në shoqëri. Janë ide të paracaktuara, sipas të cilave grave dhe burrave u caktohen në mënyrë arbitrare, cilësi dhe role të përcaktuara vetëm nga gjinia e tyre, të cilat kufizojnë mundësitë e zhvillimit të tyre në jetën publike dhe private. Projekt ligji, që ka qenë në qendër të debateve politike dhe shoqërore, u miratua me shumicë votash nga mazhoranca, ndërsa deputetët e opozitës bojkotuan mbledhjen, duke braktisur sallën pas mosmarrëveshjeve për përfshirjen e tij në rendin e ditës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka mandatuar Glau Konjufsën nga Lëvizja Vetëvendosje për të formuar qeverinë e re të Kosovës. Emri i Konjufsës u propozua nga kryetari i LVV-s Albin Kurti. Sipas kushtetuesës, mandatari ka afat 15 ditë për t'i prezantuar kuvendit përbërjen e re të ekzekutivit që duhet marrë mbështetjen e të paktën 61 deputetëve për t'u zgjedhur. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka mandatuar Glau Konjufcën nga Lëvizja Vetëvendosje për të formuar qeverinë e re. Sipas kushtetutës, Konjufca ka 15 ditë afat për t'ia paraqitur kuvendit përbërjen e re të ekzekutivit, i cili duhet të marrë mbështetjen e të paktën 61 deputetëve për të votuar. Është interes i përgjithshëm i Republikës së Kosovës dhe i qytetarëve që të kemi institucione dhe të bëjmë çdo përpjekje të mundshme që ato krijohen në mënyrë që së paku të miratojnë vendime të rëndësishme në interes të qytetarëve. Osmani bëri të ditur se ka zhvilluar takime edhe me drejtuesit e partive të tjera kryesore, të cilët kanë refuzuar të propozojnë mandatar. Ajo sqaroi se sipas gjykimeve të gjykatës kushtetuese, nëse pas 2 tentativash nuk arrihet formimi i qeverisë, atëherë shpallen zgjedhje të jashtëzakonshme. Partitë politike shpresoj do ta gjejnë mundësinë që në ditët në vijim të kalohen edhe plani i rritjes, edhe së paku zgjatja buxhetore, dhe si presidente kam vlerësuar që është në interes të Republikës së Kosovës që të provohet, ashtu siç më mandaton kushtetuta, të krijohet qeveria edhe një herë në mënyrë që këto vendime mos të presin edhe disa muaj të tjerë. Lëvizja Vetëvendosje u udhëhequr nga Albin Kurti më herët gjatë ditës se propozoi Konjufcën për mandatar për qeverinë e re të Kosovës. Reagimi i parë në lidhje me lëvizjen e Kurtit erdhi si refuzim. Lumir Abdixhiku i LDK-s dha sinjal se nuk do të votojnë një qeveri të re të lëvizjes Vetëvendosje, as me Glau Konjufcën në krye të saj, ku në Facebook shkroi se kjo e sotmja ishte një shfaqje teatrale. Portreti i parë kushtuar shkrimtarit Ismail Kadare në moshë të re me autor piktorin Vilson Kilica tashmë është restauruar dhe do të ekspozohet në shtëpinë Studio Kadare. Restaurohet portreti Ismail Kadares, pikture e realizuar gjatë viteve 1958-1959, që tregon shkrimtarin në moshë të re. E ruajtur për shumë kohë në gjendje thuajse të shkatëruar, veprës nuk i diej autorsia. Ndërkohë, procesi i restaurimit dhe i studimit nisi në janar të vitit 2025. Fal kërkimeve, në pjesën e pasme të telajos, u zbulua një firmë e shkruar në rusisht me emrin Kilica. Kështu, u konfirmua se autori i portretit është piktori i njohur Vilson Kilica. Studiuesja Suzana Varvarica vëren se portreti i është dhuruar Kadares nga vetë piktori. U zbulua mbas veprës së artit, kur ajo ishte e parestauruar dhe ku shkruaj Kilica në rusisht. Dhe këtu përmbyllet, si thuash, datimi dhe gjetja e autorit. Sipas studimeve, vepra është realizuar në kohën kur Kilica studionte në Bashkimin Sovjetik. Restaurimi u krye nga Olsi Laska, specialisti i Galerisë Kombëtare të Arteve, i cili arriti të rikthente gjendjen e dikurshme të veprës, duke ruajtur ngjyrat, strukturën dhe frymën origjinale të portretit.
Kishte piktur mbi piktur, kishte një piktur poshtë, është e Kilicës, po 90% e Kilicës dhe ajo. Sipas Kukës, kjo vepër tregon fillesat e hershme të stilit modern të Vilson Kilicës. Krahas kësaj, një kujdesi është treguar edhe për restaurimin e librave të rrallë dhe dorëshkrimeve nga biblioteka personale e shkrimtarit. Mes tyre, edhe një Bibël e vitit 1892 në frëngjisht, edhe një tjetër, botimi vitit 1914, dhurat Ismailit nga Elena Kadare në vitin 1963. U evidentua që ishte kjo Bibël, e cila është një antikuar i 1892-shit, është në gjuhën frënge, dërsa Bibla tjetër, dhe bëhet fjalë për libra ndaluar, ne e dim që ato kanë qenë këtu gjatë regjimit komunist, ka një tjetër histori edhe më të rëndësishme nga pikpamja e jetës së shkrimtarit. Prej sot, portreti i restauruar i Ismail Kadares do të jetë i ekspozuar për publikun në shtëpinë Studio Kadare, i dokumentuar si një nga veprat më të rëndësishme të fondit të këtij muzeu. Skepticizëm dhe kritika nga deputetët e opozitës në Komisionin e Kulturës mbi projektligjin e librit. Sipas deputetëve Ina Zhupa dhe Agron Gjekmarkaj, teksti i risjellë si draft nuk ka asnjë ndryshim nga versioni më parshëm. Rishikimi i ligjit për librin u diktua nga nevoja e ndryshimeve të thella që kanë ndodhur, që kur ligji ekzistues është hartuar vite më parë. Kemi një ndryshim që reflektohet në Këshillin Kombëtar dhe vijnë, le të themi, dhe përfaqësues të këtij këshilli. Rregullojmë në këtë formë dhe institucionin e Qendrës Kombëtare të Librit Leximi që duhet të rregullohet, dhe gjithashtu përfshijmë për herë të parë librin digjital si koncept në një ligj dhe hapim, le të themi, më tepër qasje ndaj personave me aftësi të kufizuara, të cilat janë adresuar. Por sipas deputetëve të opozitës, atyre po u paraqitet pa ndryshim i njëjti versioni më parshëm. Unë jam e surprizuar për keq që vjen i njëjti projekt ligj pa asnjë ndryshim dhe ju thoni vazhdojmë me këtë që ju vetë e tërhoqët. Sipas Zhupës, si vetmi ndryshim në ligj është pjesa që lidhet me Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit. Qartësisht duket se ndryshimet e ligjit kanë qenë nëse mund ta quaj kështu, një merak apo një qok për Qendrën Kombëtare të Librit dhe të Leximit, dhe kjo është, po them, fokusi kryesor i ndryshimeve. Nuk e di a i prodhon në një gjë më të mirë librit edhe leximit në Shqipëri, sepse duhen parë edhe puna e kaluar, po do të kemi mundësi ta diskutojmë kur të bëjmë diskutimin në themel të ligjit. Gjekmarkaj ngriti si problematike dhe gjendjen e vështirë ku ndodhet sot Biblioteka Kombëtare dhe gjithë bibliotekat në vend, ndërsa zëvendës ministri Pipa tha që nuk mund të ezaurohen të gjitha problemet me këtë projekt ligj. I cili patjetër edhe libri digjital do duhet të rregullohet edhe më tutje për, siç e diskutuam pak edhe te komisioni i mëparshëm që ishim, sepse edhe kolegët atje dhanë disa inputa për çështjen e piraterisë, për shembull për të drejtën e autorit, por që lidhen edhe me të drejtën e autorit kur vjen puna për ligjin digjital. Seanca u mbyll me vendimin që të zhvillohen dëgjesa të tjera me grupet e interesit, përpara se projekt ligji të kalojë në shqyrtim nen për nen. Drafti për librin, i diskutuar prej vitesh, mbetet një nga ligjet më të debatuara në fushën e kulturës. Në zemër të Tiranës, muzika dhe pasioni andaluzian morën jetë përmes performancës Recondito të balerinës së njohur spanjolle Lucia Labronce, antare e përhershme e baletit flamenco të Andaluzisë. Një performancë fuqishme dhe emocionuese që rikthen thelbin e flamengos tradicionale ka qenë shfaqja e dieshme Recondito nga Lucia Labronce në Tiranë. Në një skenografi të thjeshtë, 5 artistë ndërthurin kërcimin, këngën, kitarën dhe perkusionin, duke krijuar një atmosferë intime, autentike dhe plot emocione. Aktiviteti është pjesë e javës kulturore të Spanjës, pjesës së cilës janë dhe koncerte, prezantime letrare, filma bashkohor spanjoll dhe një udhtim gastronomik me tapas tradicionale, sangria dhe paella. Kjo javë është një fest miqësie midis Spanjës dhe Shqipërisë. Përmes artit, letërsisë, kinemas dhe gastronomisë, ne ndajmë me ju shpirtin e kulturës sonë.
Festimet do të mbyllen me një koncert klasik spanjoll në kitar nga kitaristi shqiptar Denis Bishga. Kitara spanjolle është më shumë se një instrument. Është zëri i historisë sonë dhe muzika e saj do të ofrojë një fund të përsosur dhe shpirtëror për festën. Por sigurisht, flamengoja është në zemër të shpirtit spanjoll, ndërsa Lucia Labrons me pasionin dhe fuqinë e saj skenike solli në Tiranë frymën e Andaluzisë dhe emocionin e një arti që flet me trupin dhe shpirtin. Ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve në Report Televizion për ditën e sotme. Mos u largoni nga ne, pas pak vjen Denis Finga me Repolitiks. Shikim të këndshëm, bashkë në pafshim.